Zoti nuk i ka haruar premtimet e tij. Ai e ka mbajtur premtimin, kurse ne nuk e kemi mbajtur. Për shembull, shumë nga ne jemi lutur, kemi thënë, Zot, po më dhe një grua të mirë, do ta mbaj si princesh. Edhe ai është Zoti i premtimeve. Edhe të dha premtimin, tha, "Ok, merre." E merr ti atë nuse, atë grua e merr dhe fillon pastaj. 1 vit, mirë. 2 vjet, më mirë. Pastaj fillojnë bëjnë fëmijë, të bekon Zoti, të rrit familjen. Edhe pastaj shikon ti, ku është burri? Mungon. Rin kafene atje me njerëz që janë dorëzuar errësirës. Pi kafe, 1 got. 1 kafe, 1 got. 1 kafe, 1 got. Por mos ja prishur njerit, por mos ja prishur tjetrit, por familjen tënde ja ke prishur tëra. Zot, po më dhe një punë të mirë, atë rrogën e parë që do marr direkt e ty do ta jap. Po më bekove, po më çlirove, po më shërove, unë do jem besnik për ty. Premtime, 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 dhe kur vjen puna, ti harrove premtimin. E merr bekimin ti, që të dha Zoti, edhe e shpërndoron ku? Në botë. Jo se ka nevojë Zoti për ty. Nuk ka nevojë për ty për lekët e tua, nuk ka nevojë për bekimin tënd, sepse ai është vetë bekimi. Po thjesht do që të fitoj ty. Zoti ka nevojë që të shpëtoj ty. Mos të vesh edhe ti në botë, të humbasësh ti dhe familja jote. Mos e nënvlerëso premtimin dhe bekimin e Perëndis në jetën tënde. Sepse Perëndia jo pa qëllim ta jep bekimin e tij, që të lavdërohet ai, të lavdërohet Perëndia në jetën tonë. Kështu që Zoti i ka mbajtur dhe i mban premtimet. Ti çfarë bën sot?